Banorët e fshatit Rezën në qendrën administrative Kutall, bashkia Dimal, nuk kanë parë asnjë investim në fshatin e tyre për më shumë se 3 dekada. Rruga kryesore me një gjatësi prej 2.2 km është e mbushur me gropa dhe ujë dhe këto probleme janë të pranishme gjatë gjithë saj, duke e bërë të vështirë lëvizjen për banorët e fshatit. Ata ankohen për gjendjen e rrugës dhe mungesën e investimeve në infrastrukturën e fshatit, përfshirë rrugët e brendshme të lagjeve, të cilat për vite me radhë nuk kanë parë asnjë ndërhyrje. Deri tani kanë marrë vetëm premtime nga drejtues të bashkisë Dimal, të cilët shpesh premtojnë për situata mbetet e pandryshuar. Rruga është e pa investuar, me gropa, pa ndriçim, pa kanalizime dhe pa ujë të pijshëm. Një shqetësim tjetër për banorët është edhe gjendja e tokave bujqësore, ku kanalet vadice dhe kulluese nuk kanë marrë asnjë investim për vite me radhë. Kjo ka lënë bujqësinë dhe fermerët në mëshirë të fatit. Rruga që kalon nëpër fshat është ndërtuar në kohën e regjimit socialist dhe pas viteve 90 nuk ka pasur asnjë ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës. Vetëm gjatë periudhave të fushatave elektorale janë bërë premtime, ndërsa ndonjëherë bashkia ka dërguar disa mjete për të hedhur disa lopata stabilizanti, por gjendja mbetet e njëjtë, siç tregohet dhe nga pamjet e sjellura nga kamerat e televizionit Apollon. Banorët e fshatit kanë humbur besimin te institucionet dhe e konsiderojnë se investimet për ta mbeten vetëm në letër. Ata shprehen të revoltuar për mungesën e investimeve dhe theksojnë se fshati i tyre është i prekur më shumë nga mos investimet, duke u ndarë shpesh në bazë të bindjeve politike. Siç thonë ata, fshati i tyre mbetet i lënë pas dore duke e pasur si shqetësim kryesor mungesën e infrastrukturës dhe shërbimeve bazë. Kjo ndodh sepse këtu me vjalë një pjesë janë demokrat, një pjesë socialist. Po nuk duhet, nuk ka thot ajo se demokrat apo socialist. Rruga duhet. Rruga. Koshat e plerave. I heqi kur duhet qepi. Po me radhë për rruga njëherë. Rruga po ben e ka shtruar me hoxha me kaldrem, edhe kjo është. Vinë me vjalë për votat, edhe japim premtime, jo da shtojmë, do bëjmë, edhe i kërcasin e ikim. Me çfarë merret ky fshati juaj? Me bujqësinë, me serat. Po kanalet, a janë pastruar? Jo, që kanalet. Vinë i marrin që grykën po bëjnë sot e 5-6 vjetë që grykën lartë ato barishtat edhe asnjë. Kjo rrugë dikur është prej komunizmi, e deri sot as investim, vetëm çelin e çikçaku sa për të pallur kohën e zgjedhjeve. Ime ide ishte kjo, me që ata na kërkojnë se na marrin me tatimet e tokës, na kanë futur gjelbërim, këtu shikohet e s'ka gjelbërim. Tortuar këtu s'ka. Ndriçim këtu, shikon ai ndriçim ti na gjë këtu? S'ka, e na thonë këto paguani se do t'ua bëjnë. Edhe ne i paguajmë faktikisht, edhe asnjë s'ka kanë dhënë. Se qysh i paguajmë? Edhe nëse s'duam ne, do vesh marrë certifikat edhe s'tjapin. Të detyrojnë që të paguash ato me ashtu. Kur është ndërtuar për të parë kjo rrugë? Kjo është bërë komunizëm si rrugë. Kështu, me këtë gjendje që është sot. A mirë mbahet? Ore, vetëm për zgjedhjet që hedhin apak, ça mirë mbajtje, vetëm kur vinë zgjedhjet, hedhin një 2-3 makina çakull, sa mbushin ai grop. Pas një jave ajo prishet prapë. Rrugën e ke gropa ja mate, kështu i filmoj, shikojnë në çdo vend. Kanë ardhur disa herë që masin gjohet ta bëjnë nuk e bëjnë. Ky është modeli, se rrugë. Kjo ka gjin konën verit. Edhe i themi drejt të njallet edhe njëra i qeveri. Shumë kemi kërkuar, kjo është rruga, është bërë me perspektivë të Zotit Hoxha atëherë të themi, është bërë për lidhur Lushje me Lakasa. Është bërë me projekt mas, si mos të gjojnë zëri asnjë lloj politike. Unë bëj 45 vjetë, dimum të jetë bërë një rrugë saktë. Kanë përë ankesa ka plot, po se janë zbatua. Rrugë dhe ujë duam neve, ujë të pishëm s'kemi, e blej.